Rruga e unazës së madhe të qytetit të Vlorës vijon të mbetet një gangrenë e vërtet për qytetarët e Vlorës. Pjesa më e dëmtuar e këtij segmenti rrugor është rruga pranë zonës së Centrales, duke filluar nga Bishti i Kallrëmit, duke kaluar më pas tek Spitali Psikiatrik Ali Mihali dhe deri në përfundimin e saj në ujin e ftohtë. Ky segment gjendet sot mes amortizimit në shumë pjesë. Rruga mund të cilësohet si nën pushtetin e gropave të shumta në gjithë gjatësinë e saj, duke u kthyer në dhimbje koke për drejtuesit e automjeteve. Kjo rrugë është sot një ndër arsyet kryesore pse serviset e qytetit po punojnë tepër. Është thuajse e pamundur të kalosh në gropat e shumta pa e dëmtuar makinën, gangren veçanërisht për drejtuesit e automjeteve, të cilët kanë kaluar aty, ngandalsohen në qarkullimin rrugor dhe detyrohen të ecin mes gropave. Vlen të theksohet se është një ndër rrugët më të frekuentuara dhe më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, edhe për shkak të zonave që lidh. Në mesin e saj gjenden edhe kanale të hapura në thellësi të konsiderueshme, dëmtues në maksimum për automjetet. Projektet që janë realizuar vitet e fundit në këtë rrugë e kanë shkatëruar edhe më tepër. Vendosja aty e një rjeti të ri kanalizimesh, rjet të ri të ujit të pishëm, linja të kompanive telefonike dhe internetit në çdo pjesë, vetëm sa kanë shtuar amortizimin. Për më tepër, firmat të cilat realizuan këto projekte asnjëherë nuk u kujdesën fillimisht të punonin me cilësi dhe të kthenin në normalitet në standardet e kërkuara këtë segment rrugor. Tepër e rëndësishme për qytetin dhe mbi të gjitha për të gjithë vlonjatët është rehabilitimi i segmentit rrugor. Rruga nuk duhet thjesht asfaltuar, por rehabilituar, pasi shumë pjesë të saj kanë rënë në nivel, duke shkaktuar problematika. Asfalti i vjetër është larguar prej andej, mbushur me çakëll dhe zhavor, niveluar në të gjithë gjatësinë e saj dhe më pas asfaltuar. Ky projekt do t'i sillte një frymarrje ndryshe e qarkullimit rrugor në qytetin e Vlorës.